Përshëndetje të gjithëve. Si që shikoni, gjysë e kanalit është hap. Edhe kanë filluar të dalin këto hekra këtu. Nuk është e domosdoshme, domethënë të bëhet me zgar hekër sikur bëjnë në Shqipëri. Thjesht futen 4 shufra hekër, 2 poshtë 2 sipër. Lidhen zodha aty. Dhe pastaj lidhen ca hekra të gjatë, në total 4 hekra. Ndërsa në Shqipëri bëhet me zgar hekër. Këto punimet bëhen me building control. Pra pasi të hapet kanali, i bëhen foto edhe i qohen, si me thonë, kompetentit, ose nuk i di si quhet në Shqip, ai që të kontrollon punën. Nëse ai t'jep okejin, duhet mbushim me beton. Nëse ai thot duhet hap edhe më shumë, detyrimisht duhet me hap edhe më shumë. Kështu që ky është video nëmër 2. Na ndiqni videot e tjera. Ju përshëndes.